Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. Ja kur nis plazhi, habit sinoptikania, muaj prill dhe maj pritet të jenë. Sipas sinoptikanes Tanja Porja, ditën e nesërme priten reshje shiu në pjesën lindore të vendit, priten rebesha faqkurtra kryesisht në pjesën e dytë të ditës. Prilli pritet të jetë një muaj tranzitor, me reshje të erpasershme dhe me rënje të temperaturave, edhe pranverën e vërtet do ta ndjejmë në maj për shkak të anomalive të motit, ndërkohë reshje shiu dhe dëbore si dhe rënje të temperaturave pritet të ketë në mesin e muajit prill. Sipas sinoptikanes Tanja Porja, vera pritet të jetë mjaft e nxehtë edhe pse mund të fillojë vonë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.